Bloku i banimit pranë komisariatit të policisë së Vlorës të ofron sot të dy skajet e një realiteti, i cili mund të ndodhë vetëm në Vlorë. Dy pjesët e një prej rrugëve kryesore të Vlorës kanë një pamje krejtësisht të ndryshme mes tyre. Në një pjesë të rrugës punohet për realizimin e një projekti infrastrukturor, ndërsa pjesa tjetër, ku mbetet e përjashtuar, nuk punohet, duke qenë e degraduar prej vitesh. Prej kryqëzimit tek gjimnazi publik Perla deri në zonën e ish xhamisë së qytetit, po punohet prej muajsh për realizimin e projektit të bulevardit të palmave dhe agrumeve, një projekt ky i cili po transformon zonën në fjalë, duke sjellë standarde më të mira infrastrukturore, një bulevard të ri të Vlorës. Madje aty pjesë e transformimit janë bërë edhe fasadat e pallateve 3-4 katëshe, të cilat po rehabilitohen jo vetëm në fasad, por dhe në brendësi të tyre. Ndërsa nga kryqëzimi i gjimnazit publik Perla në drejtim të policisë së Vlorës dhe më pas në hyrje të qytetit, situata lë për të dëshiruar. Rruga vazhdon të jetë amortizuar, ku pavarësisht asfaltit, gropat në të janë të shumta, duke e kthyer në dhimbje koke për drejtuesit e automjeteve. Trotuarët nga ana tjetër vazhdojnë të jenë të dëmtuar në shumë pjesë të tyre, duke e vështirësuar kalimin e këmbësorëve. Godinat e banimit në këtë zonë të ofrojnë një pamje as pak të hijshme. Ato vuajnë mungesën e theksuar të infrastrukturës, duke qenë në të njëjtën realitet prej vitesh. Gjendja sot e kësaj rruge, amortizimi i vendit ku kalojnë këmbësorët, por njëkohësisht edhe gjendja godinave të banimit, ka bërë që banorët e zonës të kërkojnë realizimin e këtij projekti edhe në këtë pjesë të segmentit rrugor që të çon në drejtim të hyrjes së vjetër të qytetit të Vlorës. Ata kërkojnë realizimin e një projekti rehabilitues, i cili mund të garantojë kushte më të mira infrastrukturore, por mbi të gjitha, një projekt i cili do të ndryshojë realitetin zonës dhe të gjitha godinave të banimit që gjenden në të.